Ish trajneri i Vllaznisë Thomas Brdari që është rikthyer në Shkodër, por këtë herë si kundërshtar në pankinën e Malishevës për sfidën e turit të parë kualifikues të UEFA Conference League ndaj kuqebluve. Gjermani u shpreh me vlerësime për ish klubin e tij, por njëkohësisht deklaroi se beson te kualifikimi i skuadrës kosovare, pasi e konsideron atë më të fortë. Kemi bërë një përgatitje të mirë dhe besoj se jemi të gatshëm për ndeshjen ndaj Vllaznisë. Vllaznia ka merituar të jetë në Conference League, por gjithashtu edhe Malisheva. Është kompeticion i fortë dhe ne do të luftojmë për të kaluar në raundin tjetër. E kam ndjekur Vllaznin dhe më erdhi shumë keq që Vllaznia nuk e fitoi titullin. Unë e njoh ambientin këtu dhe ju kam folur futbollistëve. Unë skuadrën e Vllaznisë e njoh mjaft mirë, përgjithsisht dhe me punën që po bëjnë te Malisheva, them se doja dalim. Në fund të ditës, me gjithë respektin për Vllaznin, ne do të tregojmë që jemi ekip më i mirë, e di potencialin e skuadrës time. Kemi marrë disa futbollistë të mirë dhe tani duam të tregojmë fytyrën tonë të vërtetë në përballjen me Vllaznin. Vllaznia ka një trajner të madh si Edi Martini dhe do të jetë një luftë kjo ndeshje me skuadrave. E kemi analizuar Vllaznin dhe i njohim mirë ata. Megjithatë, ende nuk dim se si ato do të luajnë. Unë e di që trajneri Martini do ta përgatisë në maksimum ekipin e Vllaznisë. Megjithatë, edhe unë do përgatis ekipin në 100%, që të jemi të gjithë të gatshëm për ndeshjen, le të luajmë dhe ta shohim kush do ta fitojë ndeshjen. Në konferencën për shtyp, Brdari foli me respekt dhe mirënjohje për Vllaznin dhe qytetin e Shkodrës, duke theksuar se rikthimi në Loroboriçi ka një domethënie të veçantë për të. Me kishte marrë malli për Shkodrën dhe për Vllaznin. Shkodra është një vend ku kam kaluar shumë mirë dhe momente shumë të mira. Ndihem sikur të jem në shtëpinë time të dytë. Tani jam këtu si kundërshtar. Kam shumë respekt për Vllaznin, pasi është një klub me shumë traditë. E di çfarë emri të madh ka Vllaznia. Vllaznia dhe Malisheva përballen mbrëmjen e 9 korrikut në stadiumin Loroboriçi, ndërsa ndeshja e kthimit do të zhvillohet pas një jave në Kosovë.